Në muajin gusht përgjatë aksit rrugor Shkodër-Hani Hotit u ndërmor një aksion i gjerë për shëmbjen e ndërtimeve të paligjshme dhe objekteve që ishin ngritur në hapësirat publike brenda 6 metrave nga aksi rrugor. Ky operacion u bë në kuadër të vendimit të qeverisë Rama për lirimin e hapësirave anësore të rrugëve kombëtare me qëllim rritjen e sigurisë dhe përmirësimin e infrastrukturës. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar mbi 2 muaj nga ky operacion, hapësirat e liruara ende mbeten në gjendje të degraduar pas një ndërhyrje për sistemimin apo rehabilitimin. Në vend që të shndërrohen në zona funksionale apo estetike të pranueshme, këto hapësira ngjajnë më shumë me ranoja të braktisura sesa me pjesë të një korridori rrugor që lidh Shqipërinë me Europën, ndërkohë që disa qytetarë dhe subjekte private kanë nisur të rindërtojnë muret brenda distancave të përcaktuara nga autoritetet. Shteti vet duket i tërhequr nga përgjegjësia për të ndjekur procesin deri në fund. OSHE ende nuk ka zhvendosur shtyllat e energjisë elektrike dhe as kabinat që vijojnë të zënë hapësirat në dy anët e rrugës, duke penguar jo vetëm sistemimin urban, por edhe krijimin e një standardi estetik dhe funksional që ky aks e meriton. Kështu imazhet që ofron ky segment rrugor mjaft i rëndësishëm janë larg çdo pritshmërie të një rruge moderne europiane. Është e nevojshme që institucionet përkatëse të ndërhyjnë pa vonesë për të përfunduar procesin e nisur, duke kthyer këtë aks në një model të standardit që synon Shqipëria në infrastrukturë dhe mirë menaxhimin e territorit.